Unë kam dëgjuar këtë, domethënë, po në eter kështu, jo me emra konkret, por ideja është për mua domethënë edhe rinumërimi nuk e zgjidh domethënë atë masakër elektorale që ndodhi me 11 maj, dhe mentori deri diku ka drejtë. Zbulon një pjesë nëse. Po, zbulon një pjesë domethënë, por problemi është që unë mendoj, unë të paktën mendoj, që manipulimi ka ndodhur përpara se shkojnë kuti. E ka ndodhur nëpër masa të frikshme. Përpara ditës votimit? Përpara se të shkojnë kuti. Do të thonë, unë vetëm pare java denoncova i rast, ku kryeministri vetëm 2 muaj para zgjedhjeve, në kundërshtim me të gjitha ligjeve. Miraton, domethënë, sipërfaqe për 30.000 hektarësh për të mbjellë kanabis. Pa di çdo thotë kjo vetë. Se me 1 hektar tokë mund të jenë 5 familje. Ndërkohë që me ligje ka... Me 200 hektar. Te kalu ligjin 146 herë. Me ligjin që e ka bërë vetë. Nga 200 hektar në 29.464 hektar. Në 10 zona në 7 qarqe. Po më falë, unë me qa futëm zgjedhje, dhe? Se 200.000 e këtë atë administratë. Shto këtu faljen e kamat gjobave 200 milionerë. 200.000 futëm. Ato 50 votat nuk pin ujë fare para... Jo vetëm asa, jo vetëm ajo, po me i tjetër dokument, unë rezultovoj që vetëm gjatë mujve fushatës, ASHK-ja ka marrë 83 vendime për legalizime, me përfitues rreth 5.000 familje, ku 1.600 janë vetëm Tiranë. 1.600 Tiranë të hedhin zgjedhjet në erti,